Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, sonte jemi në episodin e radhës të muajit Ramazanit. Jemi pikërisht me profesorin Litën. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Tema sotme është nevoja e njeriu për Zotin. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fillimisht gjej rastin që t'ju falenderoj për këto podcastet e bukura që bëni. Gjithashtu gjej rastin që të bëj dua ta pranoj Allahu xhaleshanuhu agjërimin dhe gjithë punët e mira që mundohemi të bëjmë ne dhe gjithë muslimanët dhe gjithë agjëruesit në mbar botën, ti pranoj Allahu xhaleshanuhu si punë të mira. Dhe të jetë një muaj i begat, e i bereqetshëm. Në lidhje me pyetjen tuaj apo me temën nevoja e njeriut për Allahun xhaleshanuhu, për të kuptuar nevojën e njeriut në lidhje me Zotin, duhet të kthehemi tek natyra e tij. Pra, ai parimi kuranor, po edhe racional na mëson se për të kuptuar nevojën për diçka do të shikojmë se sa i domosdoshëm është për jetën e tij. Por edhe në momentin kur është diçka që nuk i hyn shumë në punë, pra mund të bëjë edhe pa të, atëherë kuptojmë që nevoja e tij për këtë gjë është e pakët. Në momentin kur e kuptojmë që pa të nuk mund të bëj, automatikisht e kuptojmë që nevoja është e jashtëzakonshme. Është si puna e ujit. Njeriu pa ujë nuk mund të jetojë. Pra mund të jetoj disa momente, po s'mund të jetoj gjatë. Por edhe uji është domosdoshmëri për jetën, por edhe për njeriu. Kthehemi te koncepti apo tek tema jo. Nevoja e njeriu për Allahun xhaleshanuhu. Në disa momente njeriu mund mendoj se mund t'ia dalë edhe pa Zotin, pa Allahun xhaleshanuhu. Por në intervalin kohor të shtrirjes së tij nga lindja deri në vdekje dhe mbas vdekjes, që është përjetësia, njeriu është fakti i mohueshëm dhe i padiskutueshëm që s'mund t'ia dalë pa Allahun xhaleshanuhu. Arsyeja kush është? Elementi i parë natyrshmëria e tij. Allahu xhaleshanuhu thotë në Kur'anin famulart: "Wa khuliqa al-insanu dha'if." Dhe është krijuar njeriu, që do thotë e ka krijuar tjetër kush, pra e ka krijuar Allahu, e ka krijuar Zoti. Pra ka nevojë për një fuqi, e ka krijuar të dobët. E ka krijuar të dobët. Kjo është natyra e njeriu. Në krahun tjetër, po Allahu xhaleshanuhu na tregon që kjo natyrë e dobët ka disa rreziqe brenda tij dhe jashtë tij, të cilat e bëjnë që në momentin kur nuk lidhet me Allahun xhaleshanuhu, që është i forti dhe është mbi këto rreziqe që i mëson njeriu që të dalin mbi to, ti kontrolloj dhe ti menaxhoj, ai dobët është në origjinë. Çdo dhe rreziqe që ka me egon e tij dhe shejtanin dhe natyrën dhe joshin e lakmin e dunjas dhe natyrën e dunjas, njeriu zhytet në dunja dhe nuk e kupton deri në momentin e vdekjes. Prandaj kanë thënë disa turp që njeriu është në gjumë derisa të në dunja derisa të vi vdekja. Kur i vjen vdekja ai zgjohet. Zgjohet pikërisht për këtë faktin që kishte nevojë për Zotin, shef realitetin. Se çfarë do hyjnë në punë, në vdekje dhe mbas vdekjes. Që do thotë natyra e njeriu dhe elementet që ka në brendsinë e tij, po edhe jashtë tij, që nuk e ndihmojnë për të realizuar qëllimin e ekzistencës dhe për të jetuar si njeri në natyrshmërinë e tij, ai automatikisht ka nevojë për një forcë që është mbi dynjan, mbi veten e tij dhe mbi gjithë këto elemente të cilët janë të brendshëm dhe të jashtëm, të cilat e devijojnë atë nga rruga e drejtë. Dhe i vetmi që ka këto cilësi dhe këto atribute është vetëm krijuesi i tij. E Allahu xhaleshanuhu këtë e përmend në Kur'anin famulart: "Ela ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir." Pra, është pikërisht Allahu xhaleshanuhu ai i cili e ka krijuar njeriu. Ai është i urti dhe i gjithë informuari. Dhe njeriu do ta kuptoj këtë. Po ashtu dhe Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famullar thotë, është pikërisht Allahu xhaleshanuhu që din se çfarë i përshpërin njeriu në brendsinë e tij, pra në kuptimin se çfarë i nevojitet njeriu për jetën e tij. Dhe ka nevojë për një forcë, kjo krijesë e dobët ka nevojë për një forcë të jashtëzakonshme që është krijuesi i gjithësisë lidhe me Allahun xhaleshanuhu, që të dalim mbi dynja dhe ai të bëhet tamam krijesa dalluese, e dalluar Allahu xhaleshanuhu dhe jo krijesa fatkeqësisht që në momentin kur shfutesh nga Allahu xhaleshanuhu, krijesa e poshtruar Allahu xhaleshanuhu. Dhe po të lexojmë Kur'anin famullar, Allahu xhaleshanuhu përmend tek surja Tin, dhe ne e krijuam njeriu në formën më të mirë, por edhe e lartësuam fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Dhe pastaj e poshtruam, për shkak se zgjodhi veten për të poshtruar veten e tij. Zgjodhi vetë me vullnetin e tij për t'u poshtruar. Kur u poshtroga njeriu, para në kuptimin në vend se të lartësohet, kur bie poshtë, kur shkputet nga lidhja me Zotin, nga lidhja me Allahun xhaleshanuhu. Pra ky është elementi i parë që njeriu ka nevojë të domosdoshme për t'u lidhur me krijuesin e tij. Pra kjo është edhe një thirrje, po themi, tema jote është një thirrje që për çdo që e shef besimin në Zot, që duket diçka po themi plotësuese, por jo nuk është plotësuese, por është nevojë bazike. Pra një person i cili nuk ka lidhje me Zotin ose nuk beson te Zoti,
do thotë nuk e ka të qartë vizionin e tij, nuk di se ku do shkojë. Absolutisht. Po shikojmë se çfarë na mëson Kurani famlar dhe modeli profetit Muhammed alayhis salam. Për ta testuar një koncept apo një ide, do ta zbresim në realitet. Jeta me sfidat e saj, ne shikojmë që sa më shumë zhvillohet njeriu, aq më shumë i shtohen probleme shpirtërore, aq më shumë i shtohen probleme psikologjike, aq më shumë vuan njeriu, që është paradoksale, se parimisht i bie sa më shumë të zhvillohesh, sa më shumë të kesh mirëqenie. Pra po flasim gjithmonë larg Zotit. Me këtë qasjen që të thot dikush është kulturë, është plotësuese, e pata se pata nuk u bë kiameti. Pra njeriu vazhdon të jetojë, si më thënë, edhe pa të. Pra mund të jetojë. Ne shikojmë që sa paradoksale ku është, sa më shumë zhvillohet ky njeriu materialist, aq më shumë i shtohen probleme shpirtërore. Pse? Sepse ai zhvillohet për të ngopur, për të mbushur dhe për të dhënë kuptim gjës, vetes duke filluar nga vetja e tij, por nuk i jep dot kuptim, sepse kuptimin ja jep kush? Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen e Allahut zemra qetësohen. Ky është elementi i parë. Elementi i dytë, njeriu sa më shumë i kalon ditët e jetës, aq më shumë vuan në jetën e tij. Pse? Se e ndjen që po shkon drejt vdekjes. Por i do i shuhet gjithçka, do i marri fund gjithçka. Ai u lodh, investoi, u shkollua, ngreti punë. Është duke ikur. U lodh. Ai po ikën, do lë gjithçka. Dhe tenton që të kapet diku. Pra në natyrshmërinë e njeriu është që ai të kapet diku. Patjetër. Edhe pse ndoshta kapet të diçka që s'duhet të kapet, pra diçka që është imagjinare, mashtruese. Pra njeriu ka nevojë për përjetësim. Të mbështetet diku. Pra ne është ajeti kuranor që thotë ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ajo ka për të ngel. Tek Allah. Çfarë keni ju që për kohë shumë dhe çfarë gjet te Zoti është e përjetshme. Dhe njeriu ka nevojë për ta pasur dhe këtë përjetësinë. Dhe për të kuptuar arsyeën sepse është se gjithçka është e përkohshme në dunja përveç Allahut xhaleshanu. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Mbështetu gjallit që nuk vdes kurrë. Ço do thotë? Nëse do që të jesh i fortë dhe mos të humbasësh shpresa, dhe mos të shteroj shpresa, dhe mos të dorëzohesh qoftë edhe një moment, është të lidhesh me gjallin që zveskur, sepse psikologjikisht njeriu apo në ndjesinë e tij të brendshme ai e kupton që unë mbështetem tek filani, po ai ka kapacitetet e kufizuara. Unë mbështetem tek mjeku, i ka kapacitet e kufizuar. Unë mbështetem tek një i pasur, i ka kapacitet e kufizuar. Unë mbështetem tek një që ka një pozitë apo ka një status social të rëndësishëm, prapë i ka kapacitet e kufizuar. Madje e gënjen vetja e tij dhe thotë, "Ok, unë po mbështetem vetëm tek vetja ime dhe s'do t'ja di për askant." Ai e kupton që edhe vetja e tij vjen një moment që do e lë. Se vjen momenti që i del shpirti edhe do vdes. Po patjetër. Atëre i vetmi që nuk të lë asnjëherë është lidhe me Allahun xhaleshanu, sepse ai është i gjallit që zeskur dhe gjithçka tjetër është kullu men aleha fan. Gjithçka tjetër do marrë fund. Do marrë. I drejt Zotit Kjo është nevojë dhe domosdoshmëria e njeriu për të kthyer tek Zoti, sepse me Allahun i jep kuptim vetes tij, lartësohet në këtë botë dhe në botën tjetër. Pa Allahun, Zot na ruaj, po shtrohet njeriu krijesa me dalluar Allahu xhaleshanu, që është e pafalshme, po shtrohet në këtë botë përpara botës tjetër. Zoti shpërblet për tradhesën e sotshme, kënaqësi që isha pjesë e këtij diskutimi bashk, dhe shpresojmë të takojmë në episode të radhës. Inshallah. Faleminderit shumë edhe për kohën edhe për mundësinë që më dhat. Allah shpëleft.